Hello. Përshëndetje gocave dëgjues të Top Albania Radio në valët 100 FM. Është e njëjtë dhe është koha për She's on Air. Do jemi në këtë transmetim së bashku. Dhe kemi gjëra shumë interesante sot për të diskutuar, ë? Patjetër, do flasim sidomos për ato vajza që vdesin për qetësinë, po dramat i gjejnë vet gjithmonë. Dhe le të themi që jo më pak dhe neve në këtë studio nuk e gjejmë qetësinë, sepse dramat janë gjithmonë bashkë me ne. Këtë javë do flasim për momentet kur thjesht doja të rria rehat, por përfundova në një telenovel. Erika, ku transmetohet Top Channel telenovela? Çdo ditë. Është gati për zhurmë për drama queen, po kush është drama queen? Do të gjitha nga pak. Drama queen tani se Drama queen është mbesa e Desianës. Realisht e do spotlightin komplet për vete dhe mendoj se duhet ja japim. Engji, na mungove, lutem. Si ishte herën e A mund flasim për dramën tënde? Engji, është kjo hunda për jote? dramën time dhe do flas vetë për dramën time. Lutem. Dhe kam marrë shumë e indignuar. Si doni të më bëni dalje një mua? Jo mirë. Jo me She's on Albania Radio. Engji sapo prishi mikrofonin nga ekspresiviteti i tepërt që Desiana duhet i bëte dalje. Po tani, jo unë jep se më shef mua. Jo, ta shpjegoj. Fol Desiana. Ta shpjegoj unë. Thuaj që shoqja vetëm me jam unë. Çe duhet të më shiq. Shiko. Lëmi që këto drama, po vazhdojmë pak me dramat e tjerëve se ne kemi shumë qef. Fillojmë thashë themet një herë se Ato na pëlqejnë. Por po çe ke atë në hundi? Do flasi pak më vonë për atë. Okej, I lëm dramat tona se kemi kohë për të folur. Do kalojmë një herë te thashë themet dhe çfarë do flasim thashë themin e parë. Ina, si je Ina? Si. Ina, si e pas të dielës për ty. Goca kam filluar nuk ju dëgjoj shumë mirë, them drejtën. Isha në një terren me vokalica shumë të larta, që unë përgjithsisht nuk i preferoj, por që ja dola mban mirë dhe Më thënë unë ty se dëgjoja çfarë thoje se patjetër, shiko, ka një ndryshim mes një personi që i ka notat e larta dhe dikut që përpiqet të mbaj rregullin që televizioni kërkon. Si? Unë jam ajo që kam rregull. Ke ngërë buk sot? Buk, po, ma blejnë bukën për ditë. Okej, se di unë Ma blejnë bukën e kanë bërë edhe publike kohët e fundit, po ta keni vënë re. Furën e bukës mos e thuaj se Nuk bëjmë reklama. Të ndalojmë këtu dhe të theksojmë që kush e ngren zërin nuk do të thotë se ka të drejtë. Kupton? Unë e thash, ndoshta se nuk u dëgjua aty se tani po flasim për debatin tonë të xhenetës. Po në trotuar Shumë flisni me emra, mos flisni kështu konajer. Debati jenës me xhenetën. Xheneta i tha të mbaj me bukë i bërtiti. Po dhe ju jeni pro Inës të gjitha. Normal se Ina përton të blinte bukë dhe Xheneta shkon të blinte bukën. Ç'a të bëjmë ne tash? S'është problemi jon, që ajo do t'i blej bukën Inës. Kjo ishte e rëndë. Shumë e rëndë për më tepër, po nuk e di, unë nuk isha herën e parë dhe dua të dal kundër jush. Më duket pak e pa vlerë, pak pa lidhje, ky sulmi që po i bëni Xhenetës kur ajo Ti nuk e dakord që ky është show. Jo, po ne nuk po i bënim sulm. Po mirë, po ti bëj show falso, po ti mos shpik të thuash e mbaj me bukë. Kur ajo së shul herë tavolin të haj një gjë me tjetrën. Ne ulemi, pimi kafe bashk. Me Dea mi pagujte. Po, Dea ka mbajtur me edhe diçka goca, nuk ishte sulm sepse neve bazohemi tek ajo çfarë shohim dhe çfarë shpreh Xheneta. Aludimet janë të lira. Unë kam mendimin tim të lirë. Një person i cili preket nga mendimi im i lirë, si i shumë njerëzve të tjerë, automatikisht i djeg. Dhe në momentin që ty të djeg kjo gjëja, pastaj kam një pyetje. Ina, ti ke fituar She's on Top? Po. Ke këndin tënd? Të këndi Inës? Kam, po, për 2 vite. Për 2 vite. Edhe tek i Xhenetës, edhe tek i juaj. Po, punon tek Top Albania Radio aktualisht dhe tek trotuari? Po. Okej, po çka ke arritë në jetë? S'ka arritë asgjë. Do më bëj emër kot. Asgjë. Unë po përpiqem prandaj po e diskutoj gjithë këtë. Sa vite ka ky muhabet?
Ky po bën ja 6 vite 5 vite, po s'asi gjë s'ka rit. Ka problem. Gjithsesi ju avash do rriten. Shikoj gjërat avash janë më mirë se sa të vrrullshme gjithsesi. Unë vesh ka rit kjo në jetë, kjo s'ka rit asgjë mi. Po gjithsesi ka rit kjo 21 vjeç kjo. Me 2 punë. Gjeneta kishte të drejtë kur që ju jeni askushi që të cënoni pse kush është arsye. Vërtet se Gjeneta jo ne kam një pyetje edhe për Enxhen. Unë kam një pyetje edhe për Enxhen. Ndoshta në këtë panel mund të ishe edhe ti. Dhe bashkë me ty mund të fuste edhe ty tek pjesa e pa karakter. Të duket e drejtë ty të quaj pa karakter ndërkohë që ajo ka qenë në emisionin tuaj një ndër të parat e ftuar? E ftuar e para. Ka qenë ajo dhe Hilda. E kemi patur në linjë telefonike dhe nuk është e drejtë që të flas ashtu. Pavarësisht çfarëdo lloj, sado karakter që të kemi, ne nuk po diskutojmë se sa karakter ka Gjeneta. Ne po diskutojmë për një deklaratë që ajo vetë ka bërë. Dhe ne flasim për gjëra që shohim. Të dëgjova gjithë emisionin e parë dhe ju dolët të gjitha kundër Gjenetës. Ju tani po përmendni emrin e Gjenetës, nuk erdhi Gjeneta dhe ju shau sepse ajo po bën show për tu përmendur. Komentohet negativisht ose pozitivisht do pranoj komentet. O Enxhi më fal. Nëse do të shumë okay, mua do të thënë un po ta shohësh deri tani po të vetëm pikat e asaj që ajo ka thënë kundrejt Inës. Jo, një sekond, ka thënë që ka mbajtur me bukë dhe i tha s'ka rit asgjë dhe i tha ti dhe ato gocat aty që se di çfarë po bëni. Kush janë po, ato? Po kush janë ato që s'keni vetë çabush në emisionin dhe flisni për mua. Denigrimi publik është gjëja më e ulët që një femër mund të bëj kundrejt femrave të tjera. Te Unaza ajo ta mbajt ta gëzoi i lumt. Do ta merrte e mori punë tjetër, po inati, nuk e di vreri dhe bullizimi publik. Po bullizimi është thotë kush jeni ju atje që synjon dhe s'keni ç'bëni. Ti po më bullizon se unë po mbaj një emision 2 orë live këtu. Dhe jam moderatorë dhe ata që më kanë zgjedhur më kanë zgjedhur për diçka. Pikërisht. Dhe ti nuk mund të thuash ti dhe ato goca dhe Ina ka thënë më fal janë kolegët e mia. Unë mendoj se Ina e ka gabim problemi në fensa këtu është të flasim me radhë. Po. Unë mendoj se Ina e ka gabim vetëm për faktin që nuk ja tha direkt atje, po erdhi e tha. Dhe unë kam arsyetuar që është e vërteta gjithë këtë. Nëse intervista ajo debati është ndjekur, nëse debati është ndjekur me imtësi, unë i kam thënë diçka që ndryshe nga Gjeneta që nuk e mendon para se të flasi dhe këtë e kemi vënë re që të gjitha dhe me deklaratat e fundit që ajo ka dhënë kundrejt meje, impulsiviteti është diçka që ty nuk mundesh dot, domethënë në moshën që ajo ka duhet të dish ta kontrollosh veten tënde. Nuk ka të bëjë me bagazhin për mua. Ama unë e thash, unë mendohem para se të flas dhe vi me një argument me një situatë që unë nuk e gjykoj normale. Dhe këtu në këtë emision që ne kemi në radio, neve diskutojmë pjesën e thashë themeve tani. Gjeneta këtej do të bëhet e famshme, këtej do të diskutohet. Dhe kur diskutohet, thot pse më diskutove dhe pastaj thot kush janë këto të tjerat se s'ke e kam dhe idol. Kam dhe një kështu po, thuhet idol, shkruhet idol. Dhe ship thuhet idhull. Këtë, domethënë mund ta hapësh fjalorin anglisht ship dhe mund ta kuptosh më qartë se si ta shqiptosh. Gjithsesi, do doja të kalonim në disa thashëtheme të tjera. Unë kam një thashëthem shumë të vogël. Na trego. Kush është fejuar e dini? Është fejuar një in tjetër, Ina, është fejuar. Nuk është fejuar, është martuar. Si je bravo. Se ka shumë kam patur shumë. Media e ka për Princ Leka. Po, me Blertën. Po, Princ Leka e dytë ka bërë fejesën me Blertën dhe dini çfarë ishte gjëja më e bukur që un pash? Një foto të Princit me Geraldinën, me gocën e tij dhe me Blertën dhe ishin kapur përdorë. Po, dhe ishin shumë të lumtur. Ama në fakt më bëri shumë përshtypje se si publiku kishte reaguar. Po, si gjithmonë ishte skandal. Domethënë, pse duhet të sulmohet një person i cili vazhdon jetën e tij edhe pas një martese që ndoshta mund të quhet e dështuar, po jo deri në një farë pikë e dështuar, sepse të kesh një fëmijë që është fryti i dashurisë, kjo mjafton, besoj, po konsumohet një marrëdhënie mbaron, sepse njerëzit mendojnë se ajo goca, se janë pak keq me emrat, më falni. Blerta mendojnë njerëzit sikur është futur te Princ Leka dhe i ka ndarë dhe prandaj kanë ato mesazhe negative. Ajo ka qenë fotografia, një sekond, me sa di unë, ka qenë fotografia. Po, Kristina është nga ata që komenton negativisht që e shani, thonë.
Jo, Ju më ka shëndrimin e saj, ajo mund të jetë kundër nesh, s'ka lidhje. S'ka mund me ta, por duke u nisur nga situata se si ka ndodhur, duke qenë se ajo ka qenë fotografja e çiftit dhe i ka fotografuar si çift, mendohet se është futur në mes me qëllim, meqense është princ, është i pasur, gjëra të tilla të këtyre llojeve. Po bëjmë një ndarje. Bëjmë tim princesa Vlerta. Ka një pyetje, kur të martohet ish burri i Erikës, duhet çosh çunin këtë dasma? Ja. Sepse marrëdhënia ime me ish burrin tim është komplet tjetër gjë, nuk ka të bëj fare me këtë situatë dhe nëse do isha në një situatë tjetër që do kisha marrëdhënie ndoshta pak më të afërta me ish partnerin tim, po, patjetër që po. Unë për shembull që vi nga prindër të divorcuar dhe kanë diku tek u bë 6 vite tashmë nga divorci, kam qenë gjithmonë shumë okay që ata ta vazhdonin jetën e tij dhe po e them në syrin e një fëmie. Do të thonë, ta shikoj mamin dhe babin tim të lumtur me një njerëz që ndiheshin okay, sepse për mua një martesë e cila është e konsumuar dhe fillon të bëhet toksike brenda një shtëpie, është më mirë të është një marrëdhënie. Për mua fundi i një marrëdhënieve nuk është fundi i botës, kështu që normalisht momenti që ti ndahesh nga partneri jot ke gjithë drejtën e botës si ti si ai që të vazhdoni jetën tuaj. Po pse s'do leti çunin shkoj këtë dasmë me burrin? Po sepse nuk i kanë marrë situatën time nuk do e lija për një situatë normale. Po mirë, çfarë lidhje ka marrëdhënia e Erikës me ish partnerin? Ai është fëmia i vet. Unë të thash që situata ime me atë është komplet ndryshe se ti nuk e di muhabetet me aq detaje, por nëse do ishte një situatë më e afërt tash, atëherë po. Po të doja ai për shkakun që ka ketë prezent. Jo. Ti nuk do ta lejoje. Nuk do ta lejoje. Okej. Dhe neve në fakt i urojmë trashëgime çiftit më të ri. Edhe burri tim po martor. Dhe mendoj të kalojmë pak në publicitet dhe kthehemi me dramat tona këtë herë. Patjetër, se kemi shumë drama.